zotëri Rama. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë nga emisioni Radar. Nëse mundesh vetëm një deklaratë e shkurtër rreth protestës së sotme të trafikut urban. Përshëndetje nga Radio Dugazini, kryetar. Live me editën. Po, përshëndetje, dita e pom faktikisht gjendjen sot. Unë kam paralajmëruar problemet me tyra vetanake, të cilat janë të bllokuar për nivelit qendror një kohë gjatë tash, dhe kjo ka rezultuar normal në mospagesat të operatorëve publik e privat, që ka rezultuar edhe deri tek kjo protestë sot. Prandaj lus edhe Ministrinë e Financave edhe një herë ministrin të reflektoj, edhe kryeministrin faktikisht kam kërkuar një takim urgjent përmes gjithë këtë çështje sepse mundet me u zgjedh me një herë pa asnjë problem. Me i hek këta njerëz për rrugës edhe me vazhdu shërbimin për qytetarët e kryeqytetit. Faleminderit. Kryetar, nëse nuk do ndodh kështu, do të vazhdojë njëjtë situata për ditë protesta dhe pa. Po them tash, kjo është çështje e protestuesve, mu më kanë pyet me u bashku protestës, normal që ju kanë bashku, i mirë kuptoj. Po uroj po them që të kemi reflektim nga ministri edhe nga kryeministri që ta zgjedhim këtë problem sepse mundet me u zgjedh me një herë. Pra që lëm gjërat politike anash, kjo është për të mirën e qytetarëve, të bëhemi bashkë, të jemi unik dhe ta zgjedhim problemin sepse nuk është, domethënë asnjë problem nuk ka problem, po bëhet problem pa nevojë. Faleminderit. Faleminderit shumë.